محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, gjatë gjithë vitit, po edhe gjatë gjithë jetës, Allahu i madhëruar na jep mundësi të panumërta të përfitimit. Gjithsesi, në ditët e vitit kemi mundësi të ndryshme, të një pas njëshme, ku Allahu i madhëruar u ka dhënë disa ditëve vlerë më të veçantë se ditëve të rëndomta. Kësaj duke qenë se jemi në fund fare të muajit Dhulqaade, që është muaji i 11 i kalendarit hënor, edhe me njëherë pas ti vije muaji Dhulhijja, që është muaji i haxhit, i bie edhe një 2 ditë në kanë met për me hyrë muajin e 12 kalendarit hënor. E këto 10 ditë e para të muajit të haxhit, që janë muaji i Dhulhijjes, janë ditë të cilat Allahu i madhruar i ka veçuar me vlerë të veçantë. E dim muajin e Ramazanit, i dim 10 netët e fundit të Ramazanit, që Allahu atyne 10 netëve ju ka dhënë vlerën më të madhe të netëve të vitit, ndërsa këtyne 10 ditëve ju ka dhënë vlerën më të madhe të ditëve të vitit. Madje, në këto ditë Allahu i madhruar betohet, kur thot wal fajri wa layalin ashr, pasha mëngjesin edhe pasha 10 ditët. Ibn Abbas radiallahu anhuma ka thonë se fjala është për 10 ditët e para të muajit Dhulhijja. E që në të vërtet, dita e 9 është nata e Bajramit, dita e 10 është dita e Bajramit. Pra pse fillon ky muaj, sipas paraqitjes hanës, e deri në ditën e Bajramit, nuk ka ditë më të mira edhe më me vlerë. Edhe për shkak të asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu s-salihu khairun fiha wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. S'ka ditë të vitit në të cilat veprat e mira janë më të dashura, më me vlerë dhe më të dashura për Allahun se sa ditët e para të Dhulhijjes. Pra, në çdo 10 ditë që vijnë, çdo vepër që bëhet, Allahu i madhruar e vlerëson, sikurse e vlerëson në çdo kohë tjetër. Por mos me u keq kuptu, mos me mendu dikush se kjo punë Coca-Colaj, një 10 net në Ramazan edhe një 10 ditë në Dhulhijje edhe pjesën tjetër, jo. Qëllimi është gjatë gjithë kohës me konë që duhet mirë, po çdo kohë të veçanta, për një mend janë të veçanta dhe aty besimtari i mençur e shfrytëzon për me përfitu shumë begati prej Allahut fuqiplot. Pra, në këto ditë Allahu i madhruar ma tepër se në çdo kohë tjetër, po i dojka veprat e mira, e kur themi Allahu i don veprat e mira, na e dim se na jemi përfituesit prej atyne veprave. Allahu nuk është përfitues për shkak se nuk ka nevojë. Allahu është i pavarur, Allahu është sovran absolut. Na kur i bëjmë ibadet, nuk e rritim Allahun, nuk e ngritim Allahun, nuk i ashtojmë madhështinë as pushtetin. Kush rritet edhe kush ngritet edhe kush fiton, jemi pikërisht ne ata të cilët e bëjmë një gjë të tillë, dhe Allahu me gjithë dijen e tij, e me mirësinë e tij të pakufishme, e me gjithë mëshirën e tij, kohë pas kohe na jep dhurata shtesë. Në këto ditë është sikur se thash dita e Arafatit, që realisht është dita e cila nëse agjërohet vullnetarisht, nuk është obligim. Nëse agjërohet vullnetarisht për ata që nuk janë haxh gjithsesi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, shpresoj që Allahu t'i shlyejë mëkatet e 2 viteve. Vitin që u kon para kësaj dite dhe vitin që është pas kësaj dite. Është përfitim i madh. Me nejt njëri agjërueshëm një ditë e me fitu kaq shumë, për një mend ja vlen.
pastaj vije dita e Bajramit, e cila është kurora e këtyne 10 ditëve, po është kurora madje edhe e të gjitha veprimeve të Islamit. Për arsye se në ditën e Bajramit, për ata që shkojnë në haxh, është ibadeti i kurbanit, ndërsa për ata që shkojnë në haxh, pothuajse plotësohet ibadeti i haxhit. Në ditën e Bajramit kryhen shumica e obligimeve, mbeten edhe pak në 2 ditët vijuese, edhe kësaj përfundon haxhi. Dietarët kur kanë folë për vlerën e këtyne 10 ditëve, janë mundu me ia dhënë një arsyetim pse këto ditë janë kaq me vlerë. Dikush prej tyre ka thonë mbase për shkak se në këto 10 ditë mundet me u kry të gjitha obligimet e Islamit. Këtu takohen të gjitha veprimet e duhuna, të gjitha ato vepra, të gjitha ato përuljet tonat, ato nënshtrimet tonat me cilat e madhrojmë Allahun fuqiplot në formën më të plot, më të plotësume dhe më të lloj-llojshme. Është namazi, është agjërimi, që përmenëm agjërimin e natës së Kurban Bajramit, është sadakaja, është kurbani, është haxhi, mos flasim për ato veprime tjera përcjellëse që janë të përditshme për besimtarin, sikurse është përmendja e Allahut, leximi i Kur'anit, teubeja dhe istighfari, edhe të gjitha punët e mira. Duke qenë tub këto mundësi, kësaj, për me e madhru Allahun fuqiplot, nuk ka qysh me u mendu ndryshe, përveç se këto ditë për një mend janë skajshmërisht madhështore. Andaj, në këto ditë pikërisht janë veprimet, sikur se është haxhi, që është një prej shtyllave të Islamit, që e ka obligim se cili besimtar që mundet me e përballu. Pra jo se cili besimtar pa kusht, por kushti është se cili besimtar që mundet me e përballu financiarisht edhe fizikisht. E pastaj, për te i kësaj, megjithatë kjo ndodh me caktimin edhe me përzgjedhjen e Allahut fuqiplot, po e them unë çdo vit, edhe e them për shkak se e ndij edhe besoj që është çështo. Edhe ata që s'kan mundësi me e përballu haxhin, por kanë dëshirë me e kry, e të këtillët janë të shumt, Allahu i madhruar ka me i shpërbly për atë dëshirë që e kanë, për arsye se Allahu është i vetmi i cili e di se sa jemi ne të sinqert në përkushtimet tona, edhe sa jemi të sinqert në dëshirat tona, edhe sa e kemi për një mend kur themi, valla po mbetet marak me e bo një punë, po s'po kam mundësi me e bo. Edhe në këtë rast besimtari fitan. E mos flasim për të gjitha adhurime tjera, na që s'po shkojmë në haxh, e kemi kurbanin, e kemi me një fjalë, se cili prej neve e ka mundësin me u dëshmu si besimtar. Se cili prej neve e ka mundësin me u dëshmu, me e dëshmu gatishmërinë e vetë për përkushtim ndaj Allahut fuqiplot, edhe se cili prej neve edhe me fjalë, por edhe me vepra, i themi Allahut të madhruar lebejk. Haxhilerët i thojnë Allahut lebejk, Allahume lebejk, kur shkojnë atje, të përgjigjemi ty, Allah të përgjigjemi, mirë po kjo formul do të jetë motoja e jetës sonë në të gjitha rrethanat. Edhe ne i themi Allahut fuqiplot me praktikën tonë, të përgjigjemi o Zoti i gjithësisë, ashtu sikur se tu kemi përgjigj kur jemi qumë me e falë sabahun, ashtu sikur se të përgjigjemi kur vim me e falë xhuman, ashtu sikur se të përgjigjemi kur kemi mundësi me e dhënë zeqatin e japim, vjen Ramazani e agjerojmë, vjen haxhi, kemi mundësi shkojmë, s'kemi mundësi të përgjigjemi me atë sa na ke dhënë ti mundësi o Zoti i gjithësisë. Edhe Allahu i madhruar të nderuar vëllezër, prej të gjitha veprave, mos tepër me e çmon pikërisht këtë gatishmërinë për me bë diçka. Nga njëherë nuk jemi në gjendje me e bo një veprim, Allahu i madhruar ta shkruan sikur se me e pas bo. Pse? Se Allahu e din që ti e ki për një men. Andaj sprova edhe sfida e secilit prej neve qenka me mujt me e rregullu zemrën derit në atë nivel, sa që me dëshmu, me e pa Allahu që na e kemi për një men. Me e pa Allahu se na me të vërtet po dojmë, e kur dojmë masane Allahu i madhruar jep edhe shpërblen, pavarësisht a arritëm me i kry disa veprime, apo nuk arritëm. Allah i madhruar na e mundsoft që çdo moment të kësaj jete, e posaçërisht këto ditë të vlefshme, me i shfrytëzu ashtu që është kënaqësia e tij, ashtu që kur dalim para Allahut fuqiplot, me dalim me shpresë se Allahu ka me na shpërbly për veprat që i kemi bë. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vete edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues.
Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Në vllazën, nëse i analizojmë të gjitha veprimet që Allahu i ka kërku prej neve, të gjitha ibadetet e Islamit, të gjitha ato punë që kërkohet prej neve me i bë, e shohim se mrapa tyne qëndron një urtësi. Pse Allahu e ka lyp prej neve namazin, pse Allahu e ka lyp prej neve agjerimin, pse na ka obligu zekatin, pse na ka obligu, na ka thirrë me shku në haxh, e me thirrë kurban, e me bëve primet të ndryshme, në të gjitha këto urtësia është madhërimi i Allahut fuqiplot. Te namazi thotë wa aqimis salate li dhikri, falë namazin për me më kujtu mu, mos me më harru mu. Për këtë arsye, namazi është mënyra më e mirë mbajtjes së kësaj lidhjeje funksionale me Allahun fuqiplot, edhe për këtë arsye bëhet 5 herë në ditë gjatë gjithë jetës. Pastaj vije agjerimi, pastaj vijnë të gjitha këto tjerat, në mënyrë që ne ta madhrojmë Allahun e madhruar, e Allah i madhruar thot: "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Kjo është punë kështu, kjo punë është kështu, për shkak se ai i cili i madhron kufit e Allahut, i madhron shenjat e Allahut fuqiplot, ai e dëshmon se zemra e tij është e mbushur me devotshmëri. A realisht devotshmëria është ajo e cila jetës son i jep kuptim. Devotshmëria është ajo e cila besimit edhe përkushtimit ton i jep vlerë edhe cilësi. Devotshmëria është ajo që për të Zotin e saj Allahu i madhruar ka përgatitur xhennet. Uiddat lil muttaqin, kur flet Allahu për xhennetin, thot është përgatitur për të devotshmit. E devotshmëria që ka pra me i madhru të gjitha ato të cilat Allahu i madhruar ka lyp me i madhru, me tregu respekt për çdo gjë që Allahu ka lyp me tregu respekt, e i gjitha i madhrim edhe respekt nuk është gjë tjetër veç se madhërim i Allahut fuqiplot. Allahu na i drejtohet zemrat tona ka hemira dhe e mbara. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.